Mësimi 7, faqe 13. Shkronjat Z dhe Mim. Mimi është tingull buzor sepse vend nyjetimi i tij janë buzët. Shkronja Z është tingull gjuhor dhëmbor që nyjetohet gjatë takimit të gjuhës me dhëmbët e përparme. Leximi i këtyre shkronjave me 3 zanorët e shkurtra hareket: me, zi, mu, mi, me, ze, zu, mi, mu. Zu, zi, mu, mi, me, ze, zi, me, ze. Mu, mi, zu, zi, mu, me, mi, zu, zi. Faqe 14. Ushtrime gojore: me, mi, mu, ze, zi, zu, nu, ni, ne, du, di, de, dhu, dhi, dhe, e, bu, u. Lexim: e dhe ne, u dhi ne, ze me, me de ne, u di be, ze be de, ne di me ne ne, dhe ne bu di e, nu bi dhe, ne be u.